Edhe tash jemi në situatën cilën jem. Pse o shku zoti Albin Kurti në Shtetet Bashkume, unë nuk e di. Ajo që unë e di është që ftesë nuk ka pas. Shpaku jo ftesë zyrtare. 194 lider tjerë nuk kanë pas ftesa. Këtë javë në York. Presidentja e vendit tashmë ka qenë atje. Edhe unë nuk e di nëse ka pas ftesë kryeministri në detyrë ose kryeministri kujdestar, me qenë se nëse kish pas ftesë, mendoj që e kishim publiku. Nëse nuk ka pas ftesë, në çfarë kapaciteti jo shku? Kryeministër me mandat plot nuk është. Ajo është kryeministër me mandat të skaduar, edhe statusi i tij aktualisht është kryeministër kujdestar. Nuk o fitus, ai veç o doli pari në zgjedhje. Në zgjedhje fiton kur i ki 50% e Kosovës. Dhe këtë nacionin fitus, jo për i pari. Unë e di vetë që i pari është fitus, çdo garë. Jo, gjykata kushtetuese në zgjedhje fitohet fituesi relativ i zgjedhjes. Në zgjedhje fitohet kur i ki 51%. Jo, zgjedhje fitohet me sikur në Gjermani, merr që fitojnë me 28.5. Jo, Gjermani duhesh me hinë për koalicione, sikurse edhe këtu. Zgjedhjet fitohen, ai që deni pari tani koalicion. Tek nëse i bin, sipas saj, domethënë pej fillimit që janë organizuar zgjedhjet kur s'pas ka pas fitues. Jo dhe. Sipas saj, jo. Kjo është zbulimi. Ai na mundë ndërpres që shtu po të na humbe edhe kuptimi i bisedës. Unë nuk e di me çfarë pare o shkuaj atje. Ai atje kryeministër nuk konsiderohet. Se kur s'ki mandat plot nuk pranon kërkush si kryeministër. Ti je kryeministër kujdestar. Demalin si deputet, për shembull, ka hyrë qeveri mas ne ka votuar si kryeministër. Tash ajo diçka tjetër, nëse marrim tash kjo neve nacion në temën e Gjykatës Supreme, edhe a do të respektohet vendimi i Gjykatës Supreme, i cili nëse respektohet, kushtetues. Merr fund ose Supreme, merr fund me kuvende me krejt, po si do që tjetë. Për shembull, ai s'ka qenë i ftuar. Në rregull, ka vendosur me shku si deputet i kuvendit. Kryeministër në detyrë. Po kryeministër në detyrë, mirë po atje mandati i vetëm që e ki legjitim. Ata senatorët i thanë kryeministri i Kosovës që ishim nderuar që u takojnë. Si thanë, edhe kjo rren. Po senatorët mandati jyti vetëm është deputet i kuvendit. Leo, mos e lëmë rren, kurse këtë i ki kolegë që thatë na. Unë kryet tonë ti duke ta përfundon fjalën. Ti ki fol në zirë një 15 minuta kur kush ndërprejti. Ti që tash ma kalovëm do. Kur kush ndërprejti, më s'po marrë vesh. Demek, mandati i ti vetëm legjitim është deputet i kuvendit. Nëse shkon po aftes, ti efektivisht jetë ju shku si qytetar. Nëse shkon si qytetar, i shkon mirë me shku me paret tuja. Nëse del që u shku me paret tona, buxhetit, i shkon mirë, mu që me thonë me ja përgjithësi për atë punë. I ftum nuk je, kryeministër legjitim nuk je. Ti nuk je kur gjo përveç një deputeti. Asnjëherë, jo veç tash. Shkon ma në takime me studenta dhe ki dëshirë me impresionu me qëndrimet tuja independentiste. Qysh ti kujdesesh vetëm për çështjet tuja, për vendin tënd, këto temat e mëdha, Rusia as t'interesojnë. Shumë mirë. 15 minuta më vonë takohesh me një kongresmen, cili ti shkon ja thekson që Rusia o problemi më i madh në rajon. Pse si tha edhe studentave që të. Si shkurt, kur ti o mësu me shku në për takime elektorale, edhe me fol ato që ajo audiencë më ledhu më dhomë që aty ka qef mini. Ka fol me studenta, i ka fol sendet që i kanë qef mindi studentat. Ka fol me atë kongresmenin, i ka fol sendet që i ka qef mindi kongresmeni. Mirë, po në këtë mënyrë nuk ushtrohet politika. Në këtë mënyrë ushtrohet veç manipulimi edhe propaganda. Se sot njerëz të gjirojnë edhe të bojnë horë. Edhe ti del si një njeri i cili vazhdimisht i ndron qëndrimet varësisht për audiencës. Ajo nuk është as politik, ajo nuk është as qëndrim, ajo është manipulim e nuk është tjesh burr shtetas. E lere më kryeministër. Burim. Në fakt, tash, spore nuk është shansë, më ndohë, në asë një shtetë, asë në raport me Kosovën, që shfar do lloj masë ndëshkuse, qoftë diplomatike, qoftë ekonomike, më ndohë në shtetet, pa i qartësu ose pa i shterë ato në diskutime të mbyllura, jo publike, me detaje, me javë, muj e vite tona.
Kështu që nëse tashmë masat ndëshkuese, sikur se është pezullimi i procesit dialogut strategjik, ose masat e BE-s që tash janë disa vite, janë kaq të hapura edhe kaq direkte, edhe komunikimi i sotëm i dashit, edhe i ambasadës paraprakisht. Pra janë fjalë qëndrime diplomatike, politike, që po i drejtohen qytetarëve të Kosovës. Pra, në farë forme, diskutimi jo publik për temat të tilla ka marrë fond. Pra, dhe kjo është shqetësim. Shqetësimi është kur Shtetet Bashkuara të Amerikës, partnerët tonë, aleat kryesor, i drejtohen popullit me qëndrimet e veta që ja kanë thonë qeverisë me javë mujtë tonë. Sepse, sikur se e kemi qartë, njoftimi për pezullimin e dialogut strategjik lidhet në formë kaqja direkte, ose me pjesë më të madhe, me qëndrimin ndaj gjykatës kushtetuese. Po, siç është Pra, jo në tema tjera që na kem qef me tregu aspektet të tjera. E dyta, tash secili shtet i ka interesat e veta, në veri interesat nacionale, kombëtare, shtetërore. Edhe këto i defendan bre dokumenta. Dhe në dokumenta që i defendan në Kosovë, cilën ju e keni votu, strategjinë kombëtare të sigurisë, bashkëpunimi, bashkëplanifikimi, bashkëndimi me prezencën ndërkombëtare ushtarake, me NATO-n sidomos, dhe me SBA-t, është i çkoqitur. Pra, mbrojtje që është një për interesat kryesor, apo, dhe tash që kjo njëna palë, popullit Kosovës për thotë, na nuk jemi të kënaqur me ç't bashkëpunim. Dhe rrjedhëmisht është shkelja edhe strategjisë sigurisë kombëtare. Sepse nëse në strategji e ke shkruar që mbrojtjen, shtrirjen e autoritetit e kemi bashkë me NATO-n në planifikim, bashkërendim, bashkëplanifikim, thuhet, dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, tash që kjo pala që është SBA-ja, po thotë, na si jena fort kënaqur se s'kena bashkërendim. E dyta, pasojat i vet. Dhe pasoja ma praktike, sesa më në rrit numri i pëllëzët të Oleksit për zgjedhje lokale, nuk ka bërë në Kosovë, që është bërë në vitin 2025. Na që për konsolidojmë shtetin, po na rritet një trup që është totalisht kondër. neutrale. Neutrale, mas në hanë kondër. Pa u tha dhe këto prej... Veç te ta kryen, që a u denoncu prezenca policisë Kosovës atje, fshata policore atje. Nëzër, veç ta përfëndaj, se une nuk funksionaj që shto. Adel. Jo, po veç atë... Po nuk funksionan, se nuk është as korrekte, as normale, dore të. Po ta... Po denoncoj policinë e Kosovës të veri, edhe para bitna pse erdhe 5 polic... Kush e ka denoncu? Shumica për opinionistëve. Ti e pas ke denoncu. Une, policinë e Kosovës? Ma ti fjallë se... Kush që të Se ki ju me ambasada e jo me neve. Para 5 minuta... Jo, bre. Mos i bjerë Samarit, që ku i ki atje ma gardë, që s'pi bjena atyne. Po se ti e bozërën si ty në komplet. Ideja veç ta kry. Ti zëndozën si kujna e mundë. Vish na edhim ton shërptori kujna jeti. Shëptori kuj? Po, edhim ton. Ani ma mirë, Vazhdo burim. ma mirë shëptor, nësë është shëptor me 100 deputet, A 2 milion që djallë me folja jo? edhe me i shëbi Kosovës, në A regullë. 2 milion që djallë me folë, se o Po ka a the pret. pra 5 minuta, ti lipi përgjigje, që... Dhe me këse kem dërmen milion me folë. Nëzër, a barë këtë foli, mas me foli, bë. Po një si lipi për gjonat... Po, mas unë konzati, ti mas pare jetu thonë deputet, pa provu.